përhap Edi Rama, ndëgjoti, zyra e tij përhap, që po kandidoj rithemeluesi, rithemelimi vdes. Po ka absolutet më të madh mbi tokë. Sikur u thot, ndëgjoni thot. Zgjedhje thot, po dha dorëheqjen Sali Berisha, zgjedhjet nuk fitohen. Por me Sali Berishën zgjedhjet nuk fitohen. Mund të dëgjoni ju marrëzyra të tilla, i hap të gjitha zyra e tij. Pse i hap? Sepse çfarë fiton ai me këtë? Çfarë fiton ai me këtë? Se fiton se në një fjalë, në një frazë, fut dy herë fjalën zgjedhje. Pra, për të ngulit mendjen tek tjerë se ky bën zgjedhje, ky bën farsë. Ky nuk bën zgjedhje, bën farsë elektorale. E kupton? Janë që të gjitha bëhet një betejë midis atyre që besojnë në votën e lirë dhe që e konsiderojnë votën e lirë kushtin më themelor të demokracisë dhe atyre që shpërblehen nga Edi Rama dhe që janë tellall të farsës elektorale. Por nuk janë kolegë të mi këta, s'është vërtet, asnjë prej tyre nuk e thot këtë, se ata kanë të njëjtin koncept. Pra, kjo është, këtë se kisha dëgjuar, se kjo është shumë interesante kjo, që po kanë ndoj rithemeluesi, rithemelimi merr fund, kjo gjë e bukur shumë. Faleminderit.